Në prag të sezonit të ri turistik në Pogradec është ndërmarrë një aksion i madh pastrimi. Pjesë e tij ishte ndërmarrja në varësi të Bashkisë Pogradec, kompani private si dhe nxënës të shkollave të qytetit. Aksioni ka nisur që në pikën e kalimit kufitar Qafthan si pjesa prezantuese hyrëse për turistët e huaj. Ka vijuar përgjatë gjithë aksit nacional Qafthan Pogradec, si dhe në bregun e liçenit të qytetit. Aksionet e pastrimit sipas Zikos do të vazhdojnë edhe në një fazë të dytë në mënyrë që gjithçka të jetë gati për sezonin turistik, ndërsa apeloi që qytetarët të mos hedhin mbetje urbane në mënyrë të parregullt. Në sot me Bashkia Pogradec ka organizuar një aksion të gjerë për pastrimin e territorit, ku fokusi ka qenë bregu i liçenit, akset nacionale, përgjatë akseve nacionale, pjesët e xhepave, pra për përgjithësi gjithë territori i Bashkisë Pogradec. Janë angazhuar ndërmarrjet e bashkisë, ndërmarrja e punëve publike, ndërmarrja e parqeve rekreacioneve, gjithashtu kompania e pastrimit që ka kontratë me Bashkinë për pastrimin e qytetit, në ndihmë të këtij aksioni pastrimi ka erdhur kompania 2T. Gjithashtu janë angazhuar pas orarit të mësimit në bashkëpunim me drejtorinë e arsimit, janë angazhuar dhe fëmijët e shkollave për të ndihmuar në këtë aksion pastrimi. Ky është një aksion që bashkia e ndërmerr në mënyrë periodike me qëllim për të pasur një mjedis sa më të pastër, por sidomos në këtë moment është shumë i rëndësishëm pasi për pak kohë hymë dhe drejt sezonit të ri turistik dhe para përgatitjet nisin që në këtë kohë nga ana e bashkisë, ku pastrimi është ndër objektivat kryesor që të kemi një qytet turistik, duhet të kemi një qytet pastër. Besoj radhës do të jetë në prag të çeljes së sezonit, me qëllim që të japim atë dorën e fundit që sezoni turistik ta gjejë sa më të pastër dhe sa më të rregullt gjithë territorin e Bashkisë Pogradecit. Patjetër bashkëpunimi me qytetarët është shumë i rëndësishëm pasi sado aksionet bëhen nuk kanë vlerë dhe impaktin e dur nëse nuk kemi dhe mirëkuptim me qytetarëve, pra të respektojnë vendet e hedhjes së mbeturinave, të mos hedhin mbeturina në vende pa vend, mos hedhin mbeturina për lumej, mos hedhin mbeturina në për parqe. Ndotja më e madhe është konstatuar përgjatë aksit nacional Qafthan Pogradec, 22 kilometra i gjatë, ndotje e cila shkaktohet më së shumti nga drejtuesit e automjeteve që i hedhin mbetjet pas konsumit nga xhamat e makinave.